Dërqysh ka pa da i lakun aty, mos me kësy ma shpejt se muzika mundësisht. Për kanë e keni korrektish mos me kësy ma shpejt se muzika mundësisht? Po sidomos për LDK-n tash që pësojt debakel, se LDK shiko që ka ndodhi. LDK ka qenë 13%, herën e fundit unë ngrit në 18%, dhe gjithë kemi pa që ka pas fushat masive, është folë për miliona që janë investu, janë financu, atë kujtojnë ato 300 e sa billboardat, ka 50.000 copa, prej Ferizajdin Podujevë, që ku ka qenë veç LDK herën e fundit, s'ke pas ku shkën, prej billboarda masiv, me Lumia Bigjikun në foto, krejt ato nuk ishin tash. Se ata që kanë shpresu, dhe ata që e paten ri, shit para kohë, një sukses të LDK-s, atë kujtohet me ndonë shkort, që thënë 26. Një përmeni krejt ata billboarda, po dhe ju nuk është si nuk jeni përdor resurset e shtetit. Po, mesazha, jo, po du me thonë që ndonë shkurti, ngritja LDK-s me ndonë shkurt, pas ka qenë një farë fiksioni, një farë loj trillimi, me ato mashtrime që ndodhën diaspor, me ato vota që 12.000 që i mersh njerëz individual, kështu po në gjof pa ditë kush, as familja në gushtu me si njof mirë, dhe këtë të të shohaqen, financusit, billboardat, ndimësit, mediat, sondazherat, opinionistat, ju hoqen LDK-s, dhe akuzat i juja, zoti Krah. Dhe kur mbeti LDK, LDK në akuzo opozita së pëmën qeverin opozitës, akuzoj së pëvini me na, do me thonë me neve, LDK-ja met mes të dy palve, zoti Krahu. Shiko, ajo që kemi marrë në e në fundit ka qenë 42.3, tash na unë ngretëm, do thotë ne kemi votat bio. Me votat diasporës. Po ne kemi votat bio, kemi për një me kështë originale. është ngritje në opinion, në simpati, në aderim të opinionit. Do më prapë po thëni si ngritje opinionit, jo e diasporës. Prej 13 në 18, e prej 18 në 13, i bjen që këtu në mes, kanë do diçka e quditshme, se është kogja talë, du në pas talent madhë, Pse pe kontestoni të LDK-ja? Për 10 mujnë 13. 13, okej. Pse pe kontestoni? Për nëse ju për 3 muj, për 6 muj arritet 51%. Të LDK-ja një parti në opozit, e cila s'ka as mjetë, se ka as shtetin dorë. Pse e këtyne pas ka ndodhë diçka e bashkë të ju s'pas ka ndodhë që keni pushtetin, s'ndodhë diçka që ju për 6 muj ditë kësyt 51%. Ma shumë se sa kërë keni pas vjozën e kërë kanë qenë krejtaj kombinime, krejtaj momentu asistencën, për cilës ka përfitu LDK me non shkurt, asistenca masive periferike. Po, e ju s'keni pas asistencë? Komplet. Krak, ju s'keni pas asistencë për shtetit që keni pas shtetin? Jo, na kemi pas shtetin menaxhim, drejtim, punë të shtetit kanë vazhdu, sistemi ka funksionu, jeta njerëzve është menaxhu normalisht, siguria është garantu, janë nënshku kontrata me Ameriken, me Turqin, për armatime, janë vëtë gjana interesante. So ka ndiku kjo zbukurimi estetik, që su ishin këta një zbutje strategjike e zyrtarëve, kretë koalicionit, e Albinit, e Donikës, e Glaukut, e ju janë e për studio një farë, e ju janë të gjither kësë jenë fajter, të s'ke pas këtë problem, po u konsideru si një strategji e mirë, një farë reflektimi, një farë këtimi e po me dhe dje zotin Kurti, një farë reflektimi, nuk tha hajvanotat, nuk tha ju kena sos, o tha bashkëpunim. A ka ndiku kjo? Unë mendoj që... A ju dhe e zi strategjia? Nuk është strategjia. A dhe keni kuptu si para së është mëditi kënë si nga? Edhe naj kemi kuptu, ndoshta kemi kuptu që në disa momente, edhe unë personalisht ndoshta ka mujtë me unë gutë na i herë, ose diçka, edhe Kryeministri Kurti e tha atë në intervist, që nuk ka qenë ajo fjalia dur, fjala dur, termi dur me përdorë në atë ko, po shiko, edhe ndoshta rikëthimi në media, prezenca pak ma e shtume në media, kanë ndihmu opinionin me u re-identifiku me ata tek cilët opinioni identifikohet, do të thotë tek cilët besan. Se një kohë gjatë, ne u patëm zhduk prej, jo shumun, po kolegë tjerë, prej ekraneve, ndoshta edhe kjo risqarimi i gjanave, risqarimi i veprimit publik të kësaj qeverie, veprimit konkrete, drejt shtetit, shiko, indikatorët e Kosovës janë në të gjelbërten. Po. Gjithë. Zoti Kraku. Meri, po, a zvoglën madhështin e fitores për sëritjes madhë madhe se 17 shkurti pikrisht të 100 euro. Se sot për konsiderojnë që i keni ble votat me 100 euro. Bili patëm një reagim
të kandidatës për deputetet të LDK-s Janina Imeri, tha vendi ka zgjedh ta përzëri duke duar trokritur për